Kuvendi njoftoi zyrtarisht këtë të mërkurë se janë dakordsuar ngritja e dy komisioneve të posaçme, ai për reformën zgjedhore dhe ai për reformën administrative territoriale, të iniciuara nga kryeministri Edi Rama gjatë Asamblesë së Partisë Socialiste. Kjo u konsiderua si një marrëveshje e parë mes PS-s dhe PD-s pas 11 majit, por kryetari i grupit parlamentar Demokrat Gazmend Bardhi reagoi duke i quajtur njoftimin të papërshtatshëm dhe duke kritikuar mënyrën e zhvillimit të seancës së kaluar. Që nuk ka patur asnjë dakordsi nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike mbi dy projekt vendimet e propozuara nga grupi parlamentar i PS-s, konkretisht për ngritjen e Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe ngritjen e Komisionit të Reformës Administrative Territoriale. Për pasojë kemi kërkuar të ndryshohet pika 3, 10 dhe 11 e projekt vendimit. Dhe diskutimi është trajtuar në parim, prandaj dua të dënoj në emër të grupit parlamentar të PD-s mashtrimin publik që ka shpërndar si njoftim të kuvendit, kryetari i kuvendit, sikur me dakordsi janë miratuar të dyja të projekt vendime, lajm i cili është marrë i pa verifikuar nga media dhe është bërë fakt i kryer. Nuk ka patur asnjë dakordsi. Kemi paraqitur këto 3 kërkesa. Grupi parlamentar i PS-s ka marrë kohë për të menduar deri ditën e nesërme dhe për të bërë konsultimin përkatës në grupin e vet parlamentar. Pak më parë, kryesia e kuvendit përmes Taulant Ballës kishte kërkuar që edhe partitë e tjera parlamentare të përfaqësoheshin në Komisionin e Reformës Zgjedhore, një propozim që u shoqërua me debate gjatë konferencës së kryetarëve. Kur bëhet fjalë për reformën zgjedhore, është e domosdoshme që edhe partitë parlamentare të cilat nuk e kanë një grup parlamentar të jenë të përfaqësuara në Komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore. E kemi lënë pezull vetëm këtë pikë të vendimit në mënyrë që ta miratojmë gjithë bashku edhe partitë e tjera parlamentare të jenë aty. Bardhi akuzoi kryetarin e kuvendit Niko Peleshi se në seancën e kaluar u shkel rregulloria dhe kushtetuta duke theksuar se deputetët nuk mund të ndalohen nga fjala e tyre. Debatet u përshkallëzuan kur agronjë Gjek Markaj, nënkryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kritikoi sjelljen e Taulant Ballës gjatë seancës së fundit duke theksuar se ai kishte konsumuar një fyerje pa mikrofon, ndërsa deputetët e Partisë Socialiste shtrembruan fytyrën për fjalët e Bardhit. Gjek Markaj i kërkoi Ballës të kërkojë falje për këtë sjellje.